Në barazim 1-1 është mbyllur ndeshja miqësore ndërkombëtare Vllaznia Decici Tuzi të Malit të Zi. Takim ky luajtur pas ditën e së mërkurës në stadiumin Lero Boriçi të Shkodrës, një ndeshje kjo përgatitore që i shërben të dyja skuadrave për testimin e futbollistëve në prag të sfidave të turit të parë të UEFA Conference League. Për teknikun kuqeblua Di Martini, ky ishte testi i parë që prej nisjes së fazës përgatitore dhe mund të jetë i fundit përpara nisjes drejt Slovenisë për fazën themelore. Miqësore këto që do të vinë edhe në Sloveni ku janë planifikuar të tilla. Nga sa u pa në fushën e lojës në të dy kampet respektive, kishte mungesa të theksuara të futbollistëve titullar, kuqeblut me një formacion të ndërthurur me lojtarë të skuadrës së parë me Jukajn, Pusin, Dros, Tafili, Ara, më vonë edhe Murataj, që këmbeu shiritin me Pusin, Kubazin dhe ato të ardhur nga Vllaznia B si Papaj, Ljukaj, Hajdari, përfshir edhe të rinjt vëllezërit Sokol dhe Simon Uldedaj. Kthupi pishtari, ndërkohë që pati debutimin e tij të parë me fanerën kuqeblu, edhe kroati Brajković. Edhe nga krahu i tjetër, trajneri Ivan Brnović, që ka vetëm pak ditë që është emëruar në drejtim të Decicit, kishte ardhur në Shkodër me një formacion të alternuar. Golat e kësaj ndeshje kanë ardhur nga njëri për secilën pjesë, fillimisht në portën mysafire të Decicit me autor Gerard Kubazin, i cili në minutën e 5 shfrytëzoi mjaft mirë një top të dhënë në form crossi nga Aris Ara në krahun e djathtë. Goli i barazimit për miq shënohet 9 minuta nga fillimi i pjesës së dytë me autor Nikola Branović përmes ekzekutimit të një goditje dënimi diagonale me portën e Jukajn, ku topi shkoi tokazi direkt në rrjet. Të bën përshtypje që pas ndeshjes nuk ka asnjë prononcim nga stafi i Vllaznisë, ndërkohë që nga skuadra mysafire e Decicit për median ka folur zëvendës trajneri Asim Djokovic, ish futbollisti i Vllaznisë, i cili 25 vite më herët është shpallur kampion me kuqeblut. Rezultati ishte në dorë dytë, si i thomë na, por me rëndësi ishte që bëm një ndeshje miqësore së bashkut. Ne kena bë një ekip të ri, kena larguar shumë lojtarë, kështu që edhe Vllaznia e pash se ka bë ndërrime kupat e Evropës janë afër, kështu që shumë ndeshje e mirë për ne dhe për Vllaznin. Për me pa disa përforcime që i kena bëna, disa që i pa që edhe të Vllaznia, disa lojtarë që i kanë ardhur me bë pro. Këto 5 vitet e fundit për çdo vit jena në kupat e Evropës, gjithashtu edhe Vllaznia, kështu që na duhen këto ndeshje. Si ne si Vllaznis, edhe normalisht me bë një bashkim vllaznor.